Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Drejtues të sistemit të drejtësisë kanë kritikuar presidentën Vjosa Osmani për mos dekretimin e Blerimi Sufajt si krye prokuror i shtetit, duke thënë se kjo vonesë ka krijuar një pasiguri institucionale që ka ndikim të drejtë për drejtë në funksionimin e sistemit prokurorial. Gjithashtu u kritikua dhe qeveria për mos ndarjen e mjaftueshme të buxhetit, duke thënë se mbajnë përgjegjësi edhe për mungesën e drejtësisë. Kështu u tha në konferencën vjetore të prokurorit të shtetit, në cilën përfaqësues të BE-s në Kosovë, u thanë prokurorëve që secili sukses dhe procedurë që e bën si duhet është mirë për popullin e Kosovës, por edhe për rrugtimin e Kosovës për në BE. Ushtruesi detyrës së krye prokurorit të shtetit, Besim Kelmendi, tha se vitin e kaluar, sistemi i drejtësisë ka pasur disa sfida që kanë përcjell në vazhdimsi. Mirë po, sipas tij, ruajtja e pavarësisë, pamshmërisë dhe rritja e efikasitetit të punës ka qenë prioritet i tyre. Kelmendi theksoi se ata që nuk ndajnë buxhet për rritjen e prokurorëve mbajnë përgjegjësi për mungesën e drejtësisë. Mos aprovimi kërkesave tona buxhetore për plotësimin e nevojave institucionale, veç mas për rritjen e numrit të prokurorëve, ka kufizuar punën e prokurorit të shtetit, por edhe të gjyqtarëve, e me këtë edhe një drejtësi efikase, edhe pse qytetarët me të drejtë presin rastet e tyre të zgjedhën të trajtohen në kohë dhe në afate të përcaktuara ligjore. Andaj, edhe në këtë konferencë e përsëris se është koha e fundit që institucionet kompetente të Republikës së Kosovës të mendojnë shumë seriozisht për krijimin e kushteve për punë me efikase në prokurori dhe në gjykata, sepse drejtësia e vonuar nuk është drejtësi. Përkundrazi, një drejtësi e vonuar vetëm sa paraqet shkaqe dhe arsye për zhgënjim dhe rritje të kriminalitetit dhe dëmtim të rënd të drejtave të njerëzit. Kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, Ardian Hajdara, i ka deklaruar se janë angazhuar në reformen e sistemit të drejtësisë, rekrutimin e stafit dhe përmirësimin e infrastrukturës. Ai tha se një nga sfidat më të mëdha që po përballet sistemi i drejtësisë është edhe përzgjedhja e kryeprokurorit të shtetit. Hajdara i rikujtoi se procesi i përzgjedhjes së Blerimi Sufaj si kryeprokuror i shtetit ka ndodhur në pajtim me të gjitha dispozitat ligjore dhe deri më tani asnjë organ gjyqësor nuk ka gjetur shkelje. Këshilli, pas pranimit të njoftimit se nuk do të lëshohet dekret për kandidatin e propozuar nga presidentja, ka proceduar me propozimin e kandidatit për herë të dytë, gjithmonë duke respektuar procedurat ligjore. Megjithatë, ende nuk është marrë asnjë vendim nga ana e presidentes për këtë propozim, duke lënë procesin në një gjendje pa epilog përfundimtar. Kjo vonesë ka krijuar një pasiguri institucionale që ka ndikim të drejtë për drejtë në funksionimin e sistemit prokurorial. Kryetari i Gjykatës Supreme, Feyzullah Rexhepi, ndërkaq saktësoi se sistemi gjyqësor dhe prokurorial përballet me shumë sfida, por përkundër sfidave, profesionalizmi ka dhënë frytet e veta. Shefi i sektorit për sundimin e ligjit dhe të drejtat e njerëzit nga zyra përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian e Kosovë, Xharmo Helpikangas, tha se duhet të kthehet profesionalizmi te qytetarët dhe klientët. You must make sure that the fight against organized crime and corruption duhet të siguroheni që lufta kundër krimit të organizuar është diçka e vërtetë, reale, e cila shpërfaqet në aktgjykimet tua dhe gjatë procedurës penale, jo vetëm fjalë, por edhe veprime të vërteta. Drejtësia duhet të bëhet konkrete dhe të ketë ndikim në jetën e njerëzve. Kjo është një prej gjërave kryesore që t'i shërbejmë popullit dhe shoqërisë, se krimi nuk paguhet, por ka pasoja. Secilin sukses dhe procedurë që e bëni si duhet është mirë për popullin e Kosovës, por edhe për rrugtimin e Kosovës për në BE. Për të arritur të gjitha ato pika kontrolluese që kemi, do të thotë edhe në procedurat e stabilizim asocimit. Të pranishmit i ka përshëndetur dhe shefi misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano. Ministri në detyrë Hekuran Murati ka ftuar deputetët e Kuvendit të Kosovës që të votojnë buxhetin e vitit 2025 për komunën e Prishtinës, Gjilanit dhe Zupin Potokut, sepse sipas tij do të mund të krijohej mundësia që komunat të paguajnë faturat e grumbulluara si pasojë e mungesës së buxhetit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Murati sqaroi se përmes procedurës së përshpejtuar prej 72 orëve, Kuvendi i Kosovës mund të miratojë buxhetet e këtyre komunave për vitin 2025 dhe të hapët rruga për pagesën e faturave që janë grumbulluar.
Vendimet e qeverisë në detyrë që përfshin miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026 me vlerë rreth 4 miliardë euro, rritjen e pagës minimale duke filluar nga janari i vitit të ardhshëm, si dhe rritjen e pensioneve dhe shtesave për fëmijë nga nëntori i këtij viti, po vlerësohet si vendime me prapavi politike të ndërmarra në kuadër të fushatës zgjedhore. Instituti për Politika Sociale, Misine Kokolari, vlerëson se s'jo të duhur vendimin për rritjen e pagës minimale në mungesë të Këshillit Ekonomik Social dhe konsultave me shoqërinë civile. Qeveria në detyrë në kuadër të projekt buxhetit 2026 ka marrë vendim që paga minimale të rritet në 2 faza. Nga 1 janari i vitit 2026, paga minimale do të jetë 425 euro, ndërkaq nga korriku i vitit 2026, paga minimale do të bëhet 500 euro. Sikur partitë opozitare edhe shoqëria civile vlerësoi se këto vendime janë antiligjore. Drejtoresha e programit në Institutin për Politika Sociale Musine Kokalari Drenusha Canolli e vlerëson si jo të duhur vendimin për rritjen e pagës minimale. Sipas saj, ndarja e rritjes së pagës minimale në 2 faza është gabim. Duke mos i ditë qito veprime, Këshillin Ekonomik Social, konsultimet me shoqërinë civile, nuk po mujmë e thonë direkt që është një shkelje e vendimit për rritjen e pagës minimale, po nëse nuk i ka përcjell qito hapa, atëherë nuk mujmë e përcaktu tash është direkt shkelje ligjore ose jo. Po vendimi për pagën minimale nuk është veç çështje teknike, është për të mirën e shoqërore, kështu që duhet mi pas parasysh gjitha qito aspekte për me marrë një vendim të tillë. Po ashtu sipas Canollit, vendimi i sotëm për rritjen e pagës minimale nga 350 në 500 euro është marrë kryesisht për arsye politike dhe për të fituar përkraje gjatë fushatës zgjedhore. Kretë jemi të e ditë që është një farë periudhe të i përcjell edhe zgjedhjet nacionale edhe zgjedhjet lokale, ndoshta edhe mundet me u përdor pak si po përdoret për shkak të zgjedhjeve edhe si fushat politike, por duke e ditë që kemi një qeveri në detyrë, atëherë nëse kjo po proklamohet si e mirë e qeverisë në detyrë, atëherë nuk mendoj që është e rrugës me u përdor për këtë aspekt. Sa i përket asaj se si qëndron Kosova në raport me rajonin në aspektin e pagës minimale, drejtoresha Canolli konsideron se Kosovës i duhet më shumë punë për të pasur një stabilitet në pagën minimale. Kosova mendoj që nuk qëndron edhe në aq mirë sa i përket pagës minimale, po tash mujme përmend edhe Këshillin Ekonomiko-Social të Evropës, ku shumë shtete janë pjesë e këtij komisioni, atëherë ata janë disa hapa më përpara se ne. Aktualisht paga minimale në vendin ton është 350 euro bruto. Kjo rritje u bën në gusht të vitit të kaluar, disa ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitet një rritje të pagës minimale në 264 euro bruto. Deri në fuqizimin e ligjit të ri, paga minimale në Kosovë ishte 130 euro për punëtorët në 35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Instituti Musine Kokalari në Prishtinë thotë se një familje me 4 antar i nevojiten 1.152 euro neto në muaj. Deputeti i LDK-s Abdullah Hoti ka adresuar kritika në drejtim të presidentës Vjosa Osmani dhe kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke thënë se nuk e kanë hallin e qytetarëve, por halli i tyre është si të ruajnë pushtetin. Ai tutje thotë se Osmani e Kurti janë politikanë që mbijetojnë në politikë vetëm përmes krizave. Kritike e Hotit ndaj tyre vije pasi që ka njoftuar se deputetët kanë pranuar në adresat zyrtare projekt ligjin për buxhetin e vitit 2026, i cili sipas tij është miratuar nga qeveria në detyrë, çka thotë se do të duhej të reagonte presidentja Osmani. Ky veprim përbën i kalim të autorizimeve ligjore që ka qeveria në detyrë. Në të kaluarën ka pasur raste kur qeveria në detyrë ka përgatitur projekt buxhetin, por dorëzimi në kuvend është bërë vetëm nga qeveria e zgjedhur nga kuvendi, shkroi ai tutje.
Lidhur me vendimin e qeverisë në detyrë për të rritur pagën minimale nga 350 në 500 euro, Oda Amerikane e sheh këtë si një qëllim të rëndësishëm për përmirësimin e kushteve të punës dhe të ardhurave, por nënvizon se çdo vendim duhet të bazohet në analiza gjithëpërfshirëse të tregut të punës, produktivitetit dhe kapaciteteve reale të sektorit privat për të siguruar balancën ndërmjet mirëqenies së punonjësve dhe konkurrueshmërisë së bizneseve. Në përfundim, Oda Amerikane përsërit se stabiliteti institucional, qeverisja e mirë dhe legitimiteti demokratik janë parakushte për një ekonomi të fortë, të qëndrueshme dhe konkurruese. Çmimet e produkteve esenciale, qumshti, djathi, vaji, vezët dhe artikuj të tjerë ushqimor në vendin ton po vazhdojnë të shënojnë ngritje, bashkë me to është trajtuar edhe kostoja e shërbimeve të tjera për qytetarët në Kosovë. Qytetarët ankohen për këto shtrejtime dhe për pagat e ulta, si shton ata për t'i përballuar këto çmime të larta. Ndërsa ekspertë ekonomisë tonë se ngritja e çmimeve po ndodh për shkak të mungesës së konkurrencës jo të drejtë në treg dhe importit të lartë të mallrave. Kosova ka importuar mallra në vlerë mbi 5 miliard euro vetëm nga muaji janar deri në shtator të këtij viti. Vlera e importit është rritur me rreth gjysmë miliardi euro në këtë periudhë, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në një mesatare në shtator shënuan rritje prej 4.7% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Përveç kësaj, qytetarët shprehen të shqetësuar për këtë situatë, duke e cilësuar të papërballueshme për xhepin e tyre. Qytetari Bislim Bislimi thekson se këto çmime janë të larta krahasuar me të ardhurat mujore në Kosovë. Janë rrit tënë që në rrit, po s'ka kush shkoj spektar. Katastrofë. Se ja vlen të i krahasu rroga që i marrin këtu me çmimet nuk janë kërkon s'përposen. Ndërsa qytetari Mirsat Krasniqi vlerëson se rritja e çmimeve nuk është e arsyeshme dhe paraqet një barë për buxhetin familjar. Jo të arsyeshme sipas meje, dhe më thonë edhe një ngarkesë për buxhetin e qytetarëve. Një qytetar tjetër theksoi se çmimet po rriten vazhdimisht dhe sipas tij kjo është e papërballueshme për konsumatorët e vendit. Po rriten gjithë ato as. Çmimet kërkushtunin nol. Përballë kësaj situate, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë mungesën e politikave konkrete për ta zbutur këtë trend negativ. Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë Ismet Mulaj deklaron se ngritja e çmimeve po ndodh për shkak të mungesës së konkurrencës së padrejtë në treg dhe varësisë së vendit nga importi i madh i mallrave. Sipas tij, ka politika që mund të ndërmarrë qeveria në detyrë që të lehtësohet bara e rënd që mund ta paguajnë qytetarët. Natyrisht që konkurenca vendore nuk është aq e përgatitur, nuk është aq e fortë sa të ballafaqohet drejt për drejt me konkurencën ndërkombëtare, prandaj vazhdimisht i nënshtrohemi domethënë politikave tregtarëve. Kosova është ekonomi e lirë e tregut dhe çmimet rregullohen sipas kërkesës dhe ofertës, nuk ka mekanizëm tjetër që mund me rregullu, por ka politika që mund të ndërmarrë qeveria e Kosovës dhe dikastër përkatës me qëllim që të shqetësohet të zbuten ose të lehtësohet bara rand që mund të paguajnë qytetarët ose konsumatorët e Kosovës. Nga shoqata për mbrojtjen e konsumatorit, Selatin Kaçaniku ka theksuar se përveç ndihimeve të jashtme, mungesa e planifikimit shtetëror e ka lënë konsumatorin pa mbrojtje. Ne duhet të jemi të organizuar, duhet të jemi të bashkuar dhe ta bëjmë një presion kulturor, presion demokratik qeverisë, në mënyrë që qeveria mos të mbështesë tepër bizneset e t'i harroj qytetarët konsumator, sepse konsumi, nevoja, qytetari konsumator është komponenta kryesore ekonomike, është ajo fuqi, ajo energji që i jep forcë dhe sens ekonomisë, tregtisë, prodhimit të gjithëve të tjerëve. Dhe ne ndihemi si të anashkaluar, ndihemi si bonjak, sepse qeveria ndryshe sillet me të tjerë, ndryshe me ne. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nuk janë deklaruar nëse janë duke i monitoruar çmimet në Kosovë. Qeveria në detyrë së fundmi mori vendim për rritjen e pensioneve në 150 euro, si dhe shtesave për fëmijë për 50% nga muaji nëntor i këtij viti.
Po ashtu, qeveria në detyrë mori vendim për rritjen e pagës minimale për vitin 2026. Paga minimale u tha se do të rritet në 2 faza. Nga 1 janari i vitit 2026, paga minimale do të jetë 425 euro, ndërkësh nga korriku i po atij viti, paga minimale do të bëhet 500 euro. Kryeshefi ekzekutivi i ndërmarrjes hidroekonomike Iber Lepenc Faruk Mujka ka deklaruar se rritja e nivelit të ujit në lumin Iber ka qenë pasojë e kushteve natyrore dhe jo ndonjë ndërhyrjeje njerëzore, gjë që ka shkaktuar vërshime në vendpunishtën e urës së re pranë 3 rokaqejve në Mitrovicën e Veriut. Pronari i kompanisë që po ndërton urën për Komsoret, Jahir Nimani, ka thënë që vendpunishtën e ka marrë ujë. Pronari i kompanisë që po ndërton urën për Komsoret, Jahir Nimani, ka thënë se kanë punuar deri vonë dhe rreth orës 23 është njoftuar nga djali që vendpunishtën e ka marrë ujë. Gjithçka që ka pas punisht e ka marrë komplet. Dhe kjo e kam thënë edhe pranë, po e them edhe tash, është për mua është e qëllimshme. Kena pas një marrëveshje që ujnë mos me lëshue deri sa jemi të punu, ose nëse ka nevojë me lëshu me një masë të vogël. Këto është lëshu ujë, nuk e di sa ka lëshu, se s'jam ekspert me rritë, po. A i ka edhe një kërkesë urgjente. Kërkoj urgjent me ndalu spari ujtë, pastaj me marë jetimet. Është hapësire madhe, është kilometrat gjata që janë rrugtimi ujtë që vjen deri këtu, po neve në kanë ndërprej puna dhe damet në kanë bërë shumë mëdha. Tash deri sot porositë material të rije, deri sot në vjenë, deri sot e pastrojnë në herë duhet me pastru krejt punishtën, pastaj me fillu me punu. Sipas kryeshefit ekzekutiv të ndërmarrjes hidroekonomike Iber Lepenc Faruk Mujka, ndonë se situata ka shkaktuar dëme, ato janë minimalizuar falë ndërhyrjes së shpejtë dhe konstruksioni urës nuk është rrezikuar asnjëherë. Dikon nga mesnata kemi pas rrëshqitje të dhëut në kanalin kryesor dhe për të evituar dëmet më të mëdha dhe më të afatgjata të parafërta me ato të 29 nëntorit vitit kalum, do më thonë jo nga akti terrorist, por nga vetë natyra, atëherë në ka desh që në mënyrë urgjente ujin ta transferojmë në shtratin e kanalit Ibrit dhe ajo pjesa, do më thonë niveli i ngritur i ujit ka ardhur deri te vendpunishtja këtu dhe e ka bë një dam te vendpunishtja, por si që po shqeni edhe jo, asesi nuk ka të bëj me konstruksionin e urës apo me makinerin. Normal nuk është se dojmë me minimalizu, po edhe ju vetë po shqeni që punimet kanë vazhdu po asë një problem. Do më thonë po si dam kolateral janë humbja e disa vrasave, kalupeve, që me siguri do të kompenzohet sa më shpejt që është të mundshme. Mujka ka sqaruar se ndryshimet e nivelit të ujit në lumin Iber gjatë stinëve janë normale, duke theksuar se situata e ngjashme mund të ndodhë edhe në të ardhmen për shkak të kushteve hidrologjike. Gjatë shtunës do të ketë zbuglim të nivelit të ujit në kanalin kryesor Iber Lepenc, ka njoftuar kompania rajonale ujësielësit Mitrovica, gjë që do të ndikojë edhe në ujin e peshëm. Sipas kompanisë, në disa zona do të ketë mungesë të ujit. Ju njoftojmë se gjatë ditës pati zbuglim të nivelit të ujit në kanalin kryesor Iber Lepenc, si pasojë e kësaj, impjantet për trajtimin e ujit në Shqipol dhe Balninc po punojnë me kapacitet reduktuar të prodhimit, gjë që mund të shkaktojë mungesë të ujit, veçanërisht në zonat e larta të qytetit dhe fshatrat përreth, thuhet në njoftim. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë sot homazhe te kompleksi memorial Zahir Pajaziti në Orlan të Podujevës. Në këtë ditë që shënon datëlindjen e herojit të kombit, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Zahir Pajaziti ishte luftëtari pa epur që u shndërua në sinonim të kushtrimit për liri bashkë me Hakif Zejnullahun e Edmond Hoxhën.
A i tha se e mban mend janarin e vitit 1997, kur Zahir Pajaziti pa i mbushur ende 35 vjet, ra heroikisht në ballafaqim me forcat armike e okupatore të Serbisë në Pestov të Vushtrisë, pasi kishte kryer shumë aksione shërimtare që i paraprin luftës së lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Të dielën e kësaj jave, për orës 17:15 në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë, në kuadër të kualifikimeve për Kupën e Botës 2027 në handball për meshkuj, zhvillohet ndeshja e kthimit Kosovë-Britani e Madhe. Kosova është në prag të ndeshjes së radhës me Britaninë e Madhe në kuadër të ciklit kualifikues për Kupën e Botës 2027 në handball për meshkuj. Të dielën e kësaj jave, për orës 17:15 në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë, zhvillohet ndeshja e kthimit Kosovë-Britani e Madhe. Takimin e parë në derbit të Anglisë e kemi fituar me 6 gole dallim, 32-26. Atmosfera dhe optimizmi në taborin ton është në nivelin më të lartë dhe bashkë me to dhe përgjegjësia për këtë ballafaqim, të cilët do duhet t'ju qasim me serioziteti më të madh. E përsia nga ndeshja parë duhet të na shërbejë si bazë për ta përsëritur lojën e mirë, por rastësisht të jetë komoditet për ne. Kosova është para një sfide të re, e cila është edhe një test për kombëtaren ton se sa jemi përgatitur fizikisht dhe moralisht për ndeshjen e kthimit. Me përkrajën e tifozëve djelmosha tanë me angazhim maksimal, duhet të dëshmojnë se fitoria në takimin e parë nuk ishte e rastit, por rezultati i cilësisë së ekipit tonë përfaqësues. Bazuar në të gjitha këto, na mbetet që me optimizëm ta presim dhe me sukses ta kalojmë këtë pengesë, e cila do të na shpije në fazën e dytë kualifikuese për Kupën e Botës 2027 në handball. Për më shumë informacione mund të klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv dhe në profilet e radio televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.